Mund ta imagjinoni çfarë forci kërkohet për të qenë një zë për të gjithë, kur vetë i mungon zëri më i dashur. Se si nevoja për të gjetur përgjigje kalon brez pas brezi, duke krijuar kështu historinë dhe identitetin. Me 1 minutë heshtje përnder të veprës së Bajram Qerkinit dhe Milorad Trifunovićit, bashkëthemelues të qendrës burimore për personat e zhdukur, nisi ngjarja për kujtimin e 1592 personave që ende figurojnë të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Kjo ngjarje përkujtimore u organizua me 25 prill 2025 nga nisë marinore për të drejtat e njeriut në Kosovë në prag të ditës kombëtare të personave të pagjetur që është 27 prilli. Në çdo fytyrë të pikëlluar, gjyshi shitej përgjegjësinë për të mos heshtur. E gjithë kjo betejë për të ishte edhe personale, sepse ndër të pagjeturit që ai kërkonte çdo ditë, ishte edhe djali i tij, njëkohësisht AGM, i zhdukur tash e 26 vite. Mund ta imagjinoni çfarë forci kërkohet për të qenë një zë për të gjithë, kur vetë i mungon zëri më i dashur. Unë zoti Trifunović dhe zotrin Bajrami kam trajtuar si kush i rinj, dhe kur ka ndruar jetë zoti Trifunović sikur me vdek vllau im. Edhe zotri Bajrami, po më vjen keq se nuk kam pas mundësinë të 3 muaj ditë të cilat e ka kaluar në spital, nuk pata mundësi të shkoj të vizitoj, se sigurisht kishte edhe shumë sene të më tregoj dhe të më këshilloj në ato momente që ishte pa mundur të veproj. Edhe Trifunovići, kur është në spital, e vren veten që ndoshta ka pas një mesazh për të transferuar. Tek Baca Bajram, i nxitur edhe nga fjalimi përfaqësuesës familjes Qerkini, po e them më një fjali. Baca Bajram, familja Qerkini, si familje që ka 3 breza të zhdukës me forcë. Përfshin edhe përvojën e shumë familje të personave të zhdukur, se si nevoja për të gjetur përgjigje kalon brez pas brezi, duke krijuar kështu historinë dhe identitetin e një familje si një brez dëshmitarësh, që mbart dhimbjen dhe krenarinë. Ne si shoqëri, po edhe si universitet, edhe si fakultet, edhe si individ, kemi detyrë edhe morale, por dhe atë detare, që të mos harrojmë asnjëherë për krimet e bëra, dhe të kërkojmë drejtësi për çdo jetë të humbur. Sepse çdo person i pagjetur është një jetë e lënë në gjysmë ose në fillat e saj, dhe çdo histori njerëzore ka drejt në saj të tregohet. Disa prej nesh janë me fat që për pak kanë shpëtuar, mes në tyre janë me dhonë ndoshta. Edhe kjo na obligon që të mos ndalemi asnjëherë në kërkimin e së vërtetës. Pas fjalimeve, pjesëmarrësit ecën drejt memorialit kushtuar personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë dhe vendosën lule. Me 11 identifikimet që janë kryer së fundmi, aktualisht sipas Komisionit Qeveritar për të pagjeturit në Kosovë, janë edhe 1577 persona që konsiderohen të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë.